Xhavid Aliti ka thënë se Partia Demokratike e Kosovës duhet të tregohet më e rreptë me deputetët potencial të cilët e shesin veten e tyre te lëvizja vetëvendosje. Ish deputeti i PDK-s në një deklarim për TV1 tha se PDK-ja duhet të mbajë qëndrim kundër bashkëqeverisjes me vetëvendosjen. Unë mendoj se është gabim i madh i PDK-s që të hyjë në koalicion. Kjo shumicë parlamentare e vetëvendosjes e ka krijuar një situatë mosbesimi te qytetarët për të gjithë politikanët e Kosovës, dhe unë mendoj që PDK-ja duhet të jetë pozicionuar në opozit, sepse ajo duhet të ballafaqohet me të gjitha problemet të cilat i shkakton pozita, tha Aliti. Unë besoj që nuk do të ketë qeveri. Ajo edhe nëse bëhet me paterica me 62 vota, do të ketë probleme që në javën e parë, u shpreh ish deputeti. Sipas tij, asnjë deputet i PDK-s nuk duhet të dorëzohet para kurtit dhe aq më pak vetëvendosjes. Arsyet askush nuk i thot pse për shembull vetëvendosje nuk hyn me PDK-n, ashtu si dhe PDK-ja nganjëherë deklaron e nevrikosur që ne nuk do të hyjmë me ta, por në anën tjetër jepet një farë mesazhi që ju s'po na lusni. Por sidoqoftë unë besoj që PDK-ja është vetëdijësuar, udhëheqësia e saj duhet të reflektojë për votimin që e ka bërë në parlament dhe duhet të forcohet si parti, të demokratizohet maksimalisht me statutin e saj, tha Aliti. Megjithatë, ai tha se nuk beson që do të ketë deputet të opozitës që do të kalojnë me pushtetin. Unë se besoj që do të ketë deputet që do të kalonin në votim të qeverisë. Nëse dikush e ka shitur vetveten, ai duhet të përjashtohet menjëherë nga partia. Ne kemi pasur raste të tilla në të kaluarën, por nuk kemi reaguar, nuk i kemi ngacmuar, e kemi konsideruar si vullnet e individit, por tani mendoj që partia duhet të jetë më e rreptë ndaj elementëve, të cilët në një mënyrë ose tjetrën e trajtojnë atë. Nuk do të duhet të ketë deputetë zgjedhur të PDK-s, të cilët me asnjë kusht do të votonin këtë qoftë pa miratimin e Këshillit Drejtues të PDK-s, tha Matej Aliti.